Qari. Tjetër pasim. Së 89, edhe njerë Kapra. Kuame, Kapra. Presioni madhe futbolistëve të Trepçës. Fetahi. Pam edhe atë pasim të Eminit. Mirë po blokua topi. Rosa. E Kapra. Koala, shumë i shpejt. Po nuk ka arritur që në rasohet aksioni, krosimi është i rrezikshëm. Shqipëndu Gjuan. Kërcënimi i parë në ndeshje vjen nga Trepça, 89 minuta e 1. Në fazën e sulmit Shqipëndu. Të pritet edhe njerë aksioni i Trepçës 89. Motion Napoli-Empoli nga ora 20:45 në Sport 1. Nga ora 21 në K-Sport 1 Atletico Madrid Real Valladolid. Kurse Fatmir Exha e shtyn topin tek Beseni Lushtaku. Të bindur tashmë se fitoren e kanë në gjep. Emini. Edhe njerë e përpara tani nga vendasit shojmë. Pasimi është i kapuar dhe topi shkon vetëm deri tek Fetahi. I vëmendshëm Labinot Ibrahimi. Isën Musafirët. Koala. Shojmë. Fetahi. Pasimi për Gentian Emin. Basin topin futbolistët e Trepçës 89 kundër marrin topin sërish futbolistët e Trepçës. Afrim. Pasimi për Koalan. Koala arrin që të lirohet. Koala me këtë. Ka ndërhyrje të parregullt. Labinot Ibrahimi tek Al Hasan. Akoma asgjë në këtë pjesë të dytë. Pasimi tek Gentian Emini.
Ndërhyn shkelzen Lushtaku, mjaft mirë. Hoalla vjen ky harkim drejt zonës. Për mysafirët kemi hyrë në 20 minutat e fundit e kësaj pjesët e parë. Në dy kohë atje. Fetaj kroson, tentimi me kokë. Labinot Ibrahimi hap lojën për Ani Kenneth. Edhe një tjetër krosim. Se çfarë do ndodhë Fetaj me harkimin drejt zonës. Kujtojmë Drenica në kupë për ball lapit 2 golat i pranej pikërisht nga ndërprerjet. Mustafa Ba provon në Vjen harkimi drejt zonës. Tani një goditje që Goditje e lirë. Është dy Miftari. Një sakt pasimi për Kamohelo Hoalan. Hoala bukur pason në zonë. Dërin Kaçijevë pas goditja 1-0. Të Trepshës 38 vjeçar është Labi Ibrahimi. Kur kaloi të në superiorin e Shqipërisë me partës Kuame. Endrit Emini provon këtë pasim shkelsen Lushtaku, nuk e ka ndalë siç duhet. Kentian Emini në anën tjetër. Ai tem të lovi aty. Po arrin që të largojnë rrezikun për një moment të vendasit. Të shohim tani. Kërkohet hapësira nga Miftari. Insiston skuadra mysafire, ja krosimi. Të shohim mundësi e mirë për Trep. Ibrahimi nuk gjej bashkëtar të lirë. Kthen topin e rojnë nga Ansoria, fluturim Domi. Silas. Tjetër pas Koala i kthyer prapa. Pasimi për Afrim Ademi. Dali për para tani e Trepçës me Ani Kenneth. E freskët është. Bajraktar, jo shumë i vëmendshëm, pasi pasimi në drejtim të tij ishte shumë i mirë. Mundësia kundërshurnit për Trepçën. Rikthehet topin e lojë. Ka loja për Hoalan. Gjithë një Hoala. Mjaftë. Ja ky pasim për Eminin. Fetaj. Kthehet topi prapa. Sakta kombinimet e futbollistëve të Trepçës. Fetaj me këtë pasim për Hoalan. Edhe njerë Hoala.
Kë pasim për Koten. Tjetër pasim i mirë. Tjetër përpjekje e Trepçës, çfarë pasim i mirë. 2-0. Minuta e 40 e pjesës së dytë. Mundësia për Trepçën. Mirë në 15 minutat e fundit e kohës së rregullt. Nuk ka pasim në drejtim të zonës. Sjoni në anën tjetër, shohem. Mundësia për Trepçën. Ja tani pasim shumë i mirë, mundësia për Trepçën. Vjen goditja. Rregullt. Tjetër ndërhyrje e pastër, tjetër aksioni ndërprerje e skuadrës së Trepçës 89. Në krosimi pas tenton Ardian Hasani, mirë po rritja e tij bllokohet. Sioni në anën tjetër. Emini. Barazoi 2-2 me Liri në ligë dhe humbi në kup 2-0 nga Llapi. Shansi këtu, kjo ndërhyrje dhe goditje e lirë për Trepçi Kuka. Mirë pasimi i tij. Japi mall para drejt Superligës, mund tjetë ky shansi këtu. Hyseni në zonë, Hyseni mirë pasimi i tij. Vion edhe më tutje tjetë 0-1, ndeshja tjetër Liria në e përsi për ballë Trepçës 89. Me këto rezultate Drenica prinë tabel pinçëm goditja nga